Zjarri apokaliptik që përfshiu malin e Krujës shkaktoi panik tek banorët e zonës pasi flakët ju afruan me shpejtësi zonave të banuara. Tmerri i përjetuar vjet edhe në dëshmitë e banorëve, të cilët kanë treguar përjetimet. Përveç banesave u rrezikuan dhe biznese, po ashtu edhe ullishte. Sipas banorëve, dëmet janë të konsiderueshme. Njëri prej tyre deklaroi se dhe zjarrfiksit erdhën shumë vonë. Një tjetër problem gjatë situatës emergjente ishte evakuimi i banorëve. Sipas dëshmive, rrugët u bllokuan dhe mjetet zjarrfikse e patën të vështirë të hynin në zonë. Flakët ju afruan dhe një fasoneri, ndërsa rrezik serioz paraqisnin 2 kabinat elektrike që ndodheshin pranë banesave. Sipas banorëve, ndërhyrja e punojësve të OSHE-s bëri të mundur shmangjen e një situate edhe më të rëndë. Sot është shuar tërësisht zjarri që përfshiu malin e Krujës, pas angazhimit të forcave operacionale në terren përmes tokës dhe ajrit dhe me ndihmën e banorëve të zonës, flakët u neutralizuan plotësisht dhe situata paraqitet e normalizuar. Forcat në terren vijojnë monitorimin e zonës për të shmangur çdo riaktivizim të mundshëm të vatrave të zjarrit. Moment historik tani, banorët kthehen në shtëpiat e veta, ka qëndruar gjithë natën duke luftuar, duke djeg flakët. Shikojmë pjesa tjetër. Tani do shohim shtëpinë, se si është situata te shtëpia. Herë shtëpia është i kokramollis. Pasim shpëto. Apo jo? Shpëto, mampo. Ja ku e kemi shtëpinë. Shtëpia e... Të shofim të mrapa të shof. Kjo është situata. Kjo ishte shtëpia për cilën u luftu. Këtu ka një zjarrfikset. Pra si që shikoni, dera është hapë aty. Ka një dhe kanë zjarrfikset për me shujt flakët dhe kanë shpëtu këtë. Si është Araca? Shumë. Pasim shpëto. Shkëllqyr. Jene e qik lumë të rabe. Shumë. Shikojmë tani pjesën tjetër të malit që ka i farë flake
më sipër, por nuk është e dallueshme këtu. Ka tym. Këtu ndjehet aromë e rëndë. Është ora 6:20 e mëngjesit. Jemi në Korrake. Kjo është shtëpia për cilën luftu, nuk është vetëm kjo, janë dhe 2-3 shtëpi tjera. Po kjo ka qenë rreziku kryesor. Ju përshnes nga Kruja me këtë pamjen fantastike tani këtu. Shikoni. Kjo është pamja. Uroj që edhe pyjet që t'jenë ndjek, zëvendësohen, edhe të nisin një iniciativë për zëvendësimin e pyjeve të Krujës, qyteti më i bukur në botë.